arsyeja pse ti je sot në studio me ne është që ne të diskutojmë në lidhje me një dokumentar I shfaqur së fundmi këtu në Shqipërinë, Tiranë, në Tirana International Film Festival në TIFF. Dhe dokumentari titullohet Më I fort se ciklopët. Dokumentar I ngjatur, më bëj një përshkrim mjaft të shkurtër për ata që na dëgjojnë dhe që nuk e kanë parë ose nuk kanë qenë në dieni të këtij dokumentari. Është një dokumentar I ngarkuar I gjatë me reflektim filozofik dhe historik. Është realizimi I vitit 2024 nga regjizori italian Stefano Grossi me kinematografi të Angelo Santovitos dhe montazh nga Luca Mandrile si prodhimi I kompanisë italiane Fargo Entertainment. Dokumentari është me një kohë zgjatje 84 minuta, ndërthur fragmente pikërisht nga ditari I zotit Fatos Lubonja që e kemi këtu, kujtime personale dhe udhëtime në vendet simbolike të kujtesës së tij gjatë jetës, etapave të ndryshme të jetës, nga fëmijëria, rinia, Spaçi, burgu I Spaçit, kampi I punës në Spaç, vendet e tjera të diktaturës dhe simbolikisht tek Bregdeti shqiptar si piktakimi mes Shqipërisë dhe perëndimit të përfytyruar kolektivisht këtu në Shqipëri. Për të ndërtuar një rrëfim që shkon përtej biografisë në fakt të zotit Lubonja drejt traumës kolektive shqiptare dhe mungesës së imunitetit moral dhe shoqëror në demokracinë e sotme, sepse na vjen nga e shkuara në të tashmen. Është një bashkëpunim nga pikpamja kinematografike italo-shqiptar, I cili pra thash u shfaq për të parë në këtë vit, në vitin 2025, gjatë muajit shtator në prani pikërisht të regjizorit Stefano Grossi dhe Fatos Lubonjës. Është një dokumentar që Egoni in fact edhe përpara se ne të fillonim me këtë intervistë, ju thaj që e ka parë 2 herë, po ashtu ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve ne. Duke përcjell me interes gjitha zhvillimet që na kthejnë në një kohë të cilën ne nuk e kemi jetuar. Po si ka qenë rinia juaj në ato vite? Po flas përpara viteve të burgimit, të izolimit, atyre viteve të ferit. Ju thoni që jetonit në një kontradikt. Është gjatë historia, se fëminia zgjat shumë, qenia njerëzore e ka ndryshe fëminin nga gjithë qeniet e tjera që bëhen adult me njëherë mas 2 vjetësh, kafshët e kanë fjalën. Na duhen 18 vjet për të kaluar fëminin, dhe sigurisht ajo ka pasur shumë larmit e veta, periudat e veta, të kuptohet. Por unë kryesisht përqendrohem tek periudha kur në një farë mënyre nga film e përmend atë diktatura del si, domethënë diktatura e asaj po që si jo nuk është poja, është si diçe, si fa, kështu bëhet. Do kur pra nga diktatura e asaj bëj siç bëjnë, do thoshim në Shqipëri, bëj siç bëjnë tjerët, imito të tjerët, Pra kur të kanë ndërtuar disa modele në kohën tonë, njeriu e ri, njeriu që duhet të kishte karakteristika të caktuara morale, shoqërore, politike, ideologjike apo jo. Tek një lloj vetdije që thua se jam dhe unë si individ në këtë botë dhe kam ca mendimet mia, ca ndjenjat mia dhe një lloj ndjete në kontradikt. Për shembull, ka shumë element, domethënë aty në dokumentar nuk është se mund të këtë kontradikt e jetonit vetëm ju personalisht apo ju dhe pak të tjerë apo ishte një kontradikt që e kishin të gjithë të rinjt? Këtë dua të kuptoj. Shiko, për shembull, po t'jap një shembull. Ose po ju jap një shembull. Nena mësoj atëre që duhet të jesh të sakrifikosh veten për atë dheun. Po. Duhet të duash tjerët më shumë se veten tënde. Duhet duash partinë, duhet duash pra një qenie që është e mirë moralisht kur sakrifikohet për tjerët. Po. Apo jo, Po. Mirë po, duke u rritur
Njeriu shikon dhe thotë, pra që mund të quhet altruizmi, po në rastin ti shikon që je dhe egoist. Okej. Të pëlqen një vajzë, e pëlqen dhe një shoku jot. Mi po ti e xheloz se do ti për vetë, po marr në atë moshën e rinis. Apo jo, Sigurisht. Dhe ama sipas parimeve të partisë ajo. Jo, po cila është kontradikta tani? Se ndajmë dot atë. Jo, cila është kontradikta? Janë shumë mësime nga këto. Po. Që ti thua, ore mos jam i keq unë që jam egoist ndaj egonit. Mos jam njeri i keq. Po. Si është puna? Dhe fillon sepse njeriu duhet të jetë kështu, ose klasa punëtore. Klasa punëtore është shumë e madhe, shumë më superiore nga gjithë ne të tjerët, sepse ajo ishte ideologjia. Pra, kjo është ai formimi që bëhet. Kontradikta lind kur ti nuk gjykon thjesht nga çfarë të thonë, por kur ti fillon bazohesh dhe tek vetja, tek emocionet që ke, tek përvoja që ke, që shikon, apo jo, ai është mendimi kritik, nëse më të themi, Dhe nga një anë pra thua, ore mos jam njeri keq. E keni pyetur ju ndonjëherë veten? Dhe pastaj, sigurisht se po si sqarohesh ti. Njeriu mund ngelet kështu, por njeriu dhe kërkon. Dhe unë nuk e harroj në moshën time, të rinis time fare, duke lexuar një shkrimtar që kisha mundësi të lexoja diçka dhe jashtë asaj propagandës. E pyesin cila është cilësia më e mirë e njeriut? E pyesin atë shkrimtarin. Francez ishte, po s'jam mbaj mend emrin, dhe ai thoshte egoizmi i temperuar nga edukata e mirë. Okej. Thashun nuk që ka i keq egoizmi vetëm, të duash veten. Apo jo. Po u dashka dhe edukata e mirë. Po egoizmi është ajo që na shtyn përpara. Ndërkohë që ty s'ta kanë mësuar këtë, sepse njeriu është produkt e flet gjua që dëgjon. Ajo ne na duket sikur flasim gjuhën tonë, na flet gjua që na kanë mësuar dhe na kanë futur në kokë. Dhe ti thua, prit. Dhe pastaj mund gjesh në shkrimet tjera, në shkrimet e tjera që lexon më mbrapa, dhe pastaj fillon dhe kupton më mirë dhe vetveten dhe zgjidh dhe ca kontradikta, që thot një fjalë Ekleziasti thot si mund t'i duash të tjerët nëse nuk do veten. Së pari, po. Po nëse do vetëm veten, pse ti je fare? Ja pra që mëson gjëra njeriu edhe fillon edhe këto janë kontradikta që tenton ti zgjidhi, tenton të dhe del nga ai formimi që i kanë imponuar, del dhe krijon atë që quhet autenticitetin e vet. Po, që është çështje, si më thon, e një jete të tërë, ti je autentik, si thot Heidegger. Ndërsa një pjesë e madhe njerëzish jetojnë duke imituar, unë bëj si ai dhe asnjëherë nuk thellohen tek vetvetja, ore prit një herë. Po unë sigurisht ndjej ndryshe këtë punë. Dhe kjo të dëgjosh zërin e brendshëm, të dëgjosh trupin tënd, këto lidhen dhe me seksualitetin. Të dëgjosh edhe se çfarë të pëlqen ty, çfarë i pëlqen atij tjetrit, çfarë apo jo, janë gjëra që kanë të bëjnë me një edukimi, që ti me njohjen e vetvetes në fund fare.